Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci lidhur me tendrin për 700.000 eurosh, duke e çuar atë për gjykim. Së bashku me kryebashkiakun Beci, edhe 6 persona të tjerë janë të pandehur. Objekti i hetimit është një tender i zhvilluar nga Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, ku aso kohë Benet Beci ka mbajtur detyrën e administratorit të keshit. Dokumentet e hetimit tregojnë se më 18 dhjetor 2019, keshi shpalli një procedurë prokurorimi me fond limit rreth 700.000 euro për një projekt kërkimor të titulluar Zhvillimi strategjik i sektorit energjetik. Hetimi për këtë çështje nisi pas disa të dhënave të gjetura në celularin e Evis Berberit, ish drejtuesi i Autoritetit Rrugor Shqiptar, të cilat çuan prokurorin drejt hetimeve për shkelje të mundshme në sektorin energjetik. Ishte byroja kombëtare e hetimit e cila evidentoi rrethana që tregojnë se procedura prokurorimit ka qenë e paracaktuar dhe janë krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta në favor të një shoqërie private. 9 muaj pasi u mori pandehur dhe njësër paraqitjes të kryebashkiakut të Shkodrës në SPAK, gjatë ditës së sotme, 9 janar 2026, Prokuroria e posaçme pas 2 orësh takim vendosi të mbyll hetimet dhe çështja të shkojë për gjykim. Benet Beci, një prej figurave më të promovuara nga Partia Socialiste në nivel vendor, përballet tani me akuza serioze që rrezikojnë jo vetëm karrierën e tij politike, por edhe administrimin e Bashkisë së Shkodrës nësa i gjendet fajtor nga gjykata.